Vllazni do thotë të mirë do të më pas kujdes davetin e grave. Daveti i grave, thirrja e grave, mësimi që i bëhet grave është shumë i rëndësishëm, shumë i rëndësishëm. Nëse fëmijët tonë edukohen të grave, burrat këtë kohën jenë jashtë shtëpisë edhe nuk janë do të pas shumë kujdes edhe do të më mundu shumë që me mësu gratë tona, qikat tona, me mja mësu fejnë Allahu subhanahu wa taala dhe me bë organizime për to, që të ruhet feja Allahu subhanahu wa taala. Kjo bile është një porasi që na ka kur ishte në Kosovë shefën më shhurë Hasan, Salman Allah e rujt, një penzan Sheh Albani tha, unë shoha në shoqërinë e ju thotë që duhet me bë shumë davet te gratë. Me bë shumë davet te gratë, shumë thirrje në Islam për te gratë. Nga se shoqëria e fortë forcohet kur grata ose shoqëria të kopra për fenë Allahu subhanahu wa taala. Edhe mos harroni që në Islam njeri i parë që ka pranuar Islamin ka qenë Khadija, ka qenë gruaja. Njeri i parë që ka pranuar Islamin u ka ndru Khadija radhiyallahu taala. Njeri i parë që ka ra shahid fi sabilillah u ka Sumeja nana Ammarit. Gru. Prej ulemave më të mëdhenj të Islamit u ka Aisha radhiyallahu anha gru. Do të me pas shumë kujdes, më kujdes për davetin e grave.